Shambo kemi matë dhunën mes nxënësve, si një prej treguesve kryesor që na ka rezultu me statistikisht shqetësimi kryesor i nxënësve është dhuna mes nxënësve në shkolla. Dhuna mes nxënësve. Sakt, pothuajse, jo pothuajse, po saktësisht çdo 4 nxënës në Kosovë përjeton dhunë nga bashkëmoshatarët ose e percepton, është dëshmitar i dhunës në ambientet e shkollës mes bashkëmoshatarëve të tyre. Që do të thotë, është shqetësimi kryesor, dhe kjo është gjetja kryesore, më me thonë, për sa i përket sigurisë në shkolla. Kur po flas për dhunë, po marr për bazë dhunën e përgjithshme, mundet me qenë fizike, mundet me qenë psikologjike, verbale, kështu me radhë. Nuk kemi dhëna për shembull se cila dominon, kemi dhëna të përgjithshme për këtë aspekt. Krahas kësaj, na kemi marrë edhe dhunën nga ana e mësimdhënësve ndaj nxënësve. Kjo rezulton edhe në nivel vendi, po edhe në nivel të komunës Prishtinës më mirë, apo në fakt tu e kemi një gjetje pak interesante, për shkak se Prishtina dallon vetëm në këtë pikë krahasu me komunat e tjera të Kosovës, qëndron më mirë, rreth 5% ka më pak dhunë nga ana e mësimdhënësve ndaj nxënësve në Prishtinë se sa në komunat e tjera. Në përgjithësi, çdo 10 nxënës ka raportuar se ka përjetuar dhunë ose ka qenë dëshmitar i dhunës nga ana e mësimdhënësve ndaj nxënësve. Edhe në këtë vit që jetoj. Po, dhe në këtë vit realisht dhonat janë në vitin 2026 gjatë muajve shkurt maj të këtij viti.